Çfarë na pret me motin pas 15 marsit, ja para lajmërimi i meteorologut. Meteorologu Akil Osmani tha se muaji mars do të karakterizohet nga të gjitha ngjyrat e motit. Sipas tij, ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit muaji mars do të ketë temperatura tipike pranverore dhe të larta, duke arritur deri në 22 gradë Celsius. Gjithashtu, meteorologu theksoi se 15 ditët e para të muajit mars do të jenë me mot të qëndrueshëm, ndërsa do të ketë edhe alternime me vranësira të shpeshta. Pra, sipas tij, do të ketë momente të pakta shiu në zona të caktuara. Kjo javë pritet të jetë tipike pranverore, pasi temperaturat do të jenë më të larta krahasuar me ato tipike të muajit mars, me maksimume që do të regjistrohen nga 20 deri në 22 gradë Celsius. Jo vetëm në orët e mesditës, por edhe në mëngjes do të ketë një rritje të lehtë të temperaturave. Dita e premte dhe fundjava pritet të sjellin mbizotërimin e motit të qëndrueshëm dhe intervale të gjata me diell. Pjesa e parë e muajit mars do të jetë kryesisht me mot të qëndrueshëm dhe temperatura të larta, ndërsa në pjesën e dytë pritet arreshje shiu, u shpreh meteorologu. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.